Good afternoon. Ky është propozimi ynë për projektin për stadiumin Stelman Stërmasi. Kjo zonë është shumë ndryshe, është shumë unike, është shumë e veçantë në krahasim me të gjitha të tjerat ku ne kemi punuar më parë dhe për këtë arsye kërkon të vëmendje të posaçme që ne dëshirojmë të rjetësojmë. Atëherë, pikat e projektit që ne kemi bërë kanë pasur të bëjnë me krijimin e një gjëje që do të krijonte vërtet një pikë qendrore në qytet, që të krijohej një ikon me një identitet shumë të fortë për komunitetin që jeton në zonë, por edhe në të gjithë qytetin dhe në të njëjtën kohë të ruanim karakterin e kësaj pjese kaq të veçantë të qytetit të Tiranës. Dëshironim të bënim diçka e cila mund të presë disa nga garat më prestigjioze të botës, por edhe që të ofroj zhvillimin e ekipeve të futbollit të qytetit. Pra, ideja ishte, si mund ta bënim stadiumin që të zhdukej në thonjza gjatë javës, kur kishin përfunduar ndeshjet. Një nga pikat kryesore që kemi parë me kujdes për integrimin e projektit ka qenë që të lidhnim sërish pikat e ndryshme të qytetit me këtë zonë specifike urbane të qytetit. Një lloj programi i cili do të jetë funksional gjatë të gjithë javës, pavarësisht nëse atë ditë do të ketë ndeshje apo jo. Dhe që të vërtetoj edhe sa i dobishëm është ky investim ekonomik. Pjesa më e rëndësishme e këtij projekti ishte që si i gërshetonim të gjitha këto hapësira dhe element në mënyrë që kjo pjesë e qytetit të bëhet funksionale gjatë të gjithë vitit.